dhimt e madhe për Lëdykyn. Vallaj kur pisha qështu, ngone veç pak se për me kanë ra poshta. Ngone. Që ka ditë për kavot mere? Që ka ndodhë? Që ka ndodhë mësë ndodhë? As njës në sërë ka mësë ndodhë? Na, me ne shumë që porritë. Se që shtë në dhe gaj, lideri. E heke, këtë kësuaj në dhe kë. Dhe të binë me të noja dhe. A, dhe se i jo konë këtë. Dhe edhe që të eksit për dhe bazi për të bojnë. Se të në që të kanë vusë për kështë. Dhe e këtë të për këtë. A dhe për që të rëkanon, a dhe shumë për shkëtë e hajta, i mësë për shkëtë e për shkëtë. Drajt, dhe të epi 4, dhe 5, dhe 10, dhe kanë për 4, jemi të të ditë. Leksit po dhe për që ka të me dhe kë. E patëm, në mundësin e patëm. Në letë ke njëri, 2 letra në i qajë. Hajde. Hajde po i në të veri. Jo, se në ka vënë hajrona. Po përbija me shaldinere, përbija që me krasa në që dhe uja përbija ma. Se të shumë të hajde për jeme. E shumë po të thonë hajde për jeme. Dhe në të zrota filë me e për qëtë. Kur njëtën temë ma shumë s'kum kesh me humor se sa me sta me që programe që këshin bo këta logikonomia, për baj pak reklam, po s'ka derse për me e meritojnë se këshin bo qëto të fundit, ama shumë hatashëm. Shumë besot një 3 herë kum këqyrë, edhe krejt që ka full këtë djalli, është e vërtet, është veç që ka këthy pak në humor, ama është 100% është e vërtet, se i ka lutë, o hajde bre, o hajde, jës për vina, o hajde, jës për vina, anë i shkoni pra dhe shkutën, tash për din ku shkutën, tash kanë ranë 12%. Po shka, se kretën, pse Lëdykya qysh ranë 12%. Për kalëzën një shamull para 2 dite njeva, për para i mrama i Prishtinës, para zgjedhjev, shka ke pas me pa prej tina burë, kejt fali ke pas. Autobusat falë, në kinema me hi falë, rrimën the ke jav hek jone, shiska me lan me ra, kur dënë, veç kur duane, parkinget falë, mjekun falë, krejt falë, krejt. U krynë zjedhet fitoj, së dje par dje kështon, kush hinë Prishtinë tash do të me pagu ka 2 euro, për kërë me hinë Prishtinë. Thash, këqër farë mashtruse, anë zjedhe krejt falbur, krejt. Shkat nishe që dishka që u qeke një qytetare i thjesht me lyp dishka, ja, the ke u krykja pun fale ki, mjekun fale, spitalin fale, parkingun fale, tanat fale, shkon shqitore, namën të Lëdykës, hen shqitore blej tesha, fali ki, shkon shqitore të ushqimit, i Lëdykës, për para i mëra ma pagun, kejt fali. Kur mas 2 javë kur fitoj, dollën këtë rana. E shka du me thonë, që kjo është kur popli nuk beson, se ndronë qëndrimin mrana 2 javdite. Adin, kur je pa fitu, krejt i kena falë, krejt i kena mirë, krejt rrugë shtruhen, momentin që fiton për 4 vjetë mo nuk e shet njëri. E njëjti që ta hojnat, quhen e akuzojnë Albin Kurtin, thët, jo pse ju ke dhonë thmive ti pare. Po ju ka dhonë pare, normal që ju ka dhonë pare, se ju ka dhonë për shdo vjetë, nuk i ka sefte. Pse studentave ju ka dhonë pare? Po pse ju ka dhonë për shdo vjetë? Edhe nuk mundet me nalë njëri si vjetash, mos me dhonë. Po pse plezve? Po edhe plezve ju ka dhonë për shdo vjetë, pesi ka orë në qeveri ju ka dhonë. Thmive, grave, plezve, studentave. S'ka rajt njëri, ka thonë jap edhe u kryja e punë, edhe i ka thonë. Këtat Lëdykës
që atë 2 javë ditë fushatës kënaqesh, xhenet ta ban Prishtinën, xhenet ta ban Pejen, xhenet ta nena, xhenet knena, kënaqesh me ta. Thu ty këta, kur të fitojnë xhenet kanë me ta bo. 1 javë mos i zgjedhët kryetar, ta fut ato 2 herë thët me hinë Prishtinë. Tash edhe me shku me piu në Prishtinë, 50 cent, me dal në WC 1 euro, krejt me pare i ki, se ka fitu hajni, ja keni dhonë votën jo, që aj hajnë me fitu, edhe sët me lujt, me në me thonë, pedini shka, me juve, me thonë jo tash me pare, jo pa pare, jo anena, jo knena. Se nuk ka zgjedhje, nuk ka alternativë, nuk ka kapacitet me menu qysh me shliru qytetin, e vetëmja mënyrë të ka me shliru qytetin, me shti gjinën tash me pagu pare. Të këqër ku ka arë një kryetar komune, i LDK-s me thonë, one po du me shliru qytetin, mos me pas shumë kalablak në Prishtinë, edhe me nalë gjinën mos me hi me kërë. Pa njeri që vje për peje, sa nuk mundet me lanë kërën për Kosovë. Njeri që vje për Kasanikut, për Prizrenit, përse në lënë kërën Lipjanaj. Adin, s'ka logjik këtu, sane që ka i bojnë këta hojnët, po, thët, në qëse hes, në qëse aprovohet, i nëzërin do paret mira që ato fituin, i vjedhin që ato pare shkat mund me nëzërë për atyne, pasunohen një 3 vetë bon milionera për qëto 4 vjetë, edhe o kry punë. Kush e pagun? Popull e pagun. Po, tjera zgjedhe, a mundet me fitu? Që ato është dilema, që nuk besoj që kë njeri, për shembull mundet me shku ma shumë se 7-8%, veç ai stafi i LDK-s e voton, që që ka votu stash. Keni pa, LDK-n e ka votu stash veç stafi i LDK-s. Popull nuk ka as një vot që e ka dhonë. I këshyrë veç këta kryetarë, sekretaricat, që to shka janë të lidhun direkt, drejt për drejt me LDK-n, e kanë votu. Qa që ka nëntarë dë vetë, që janë të lidhun me partijen, që marrin rruga, që marrin tendera, që marrin favore prej LDK-s, edhe që ata kanë votu. Tjerë se voton kërkush. Populli se ka votu, se populli shumic, 90% e popullit ja ka dhonë Albinit. PD-k e ka stafin, edhe 2% e ka vot popullit, do të trunë shpërlam, LDK e ka vetë stafin, a kën as stafi vesëkën nuk e ka votu. Ta shbane me as stafi, në përkejt komunat që i ka, krejt i ka hupe, ka dalë vendin e 4. Më thonë, shumica e popullit nuk për i besan. Jo mëni tani me thonë, shka dëni, jo po na jena matë mirë, veç popullit nuk për e juve që jeni matë mirë. Popullit për e juve që jeni matë latit prej krejt këtyne njerëzve. Unë e për përshëndes se kaloni mirë deri në videon tjetër tarë.